Miq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha. Në këtë takim të radhës do të ndalim në një aspekt disi ndryshe. Do të flasim për shëndetin mendor, për agjërimin, për fen si mënyra më e mirë për të ndihmuar gjithsecilin i cili shpesh ka kriza të shëndetit mendor, po e gjithsecilin gjithashtu i cili do që shëndetin mendor ta ruaj, ta ketë sa më të shëndetshëm. Si ndikon agjërimi, si ndikon Ramazani, si ndikon atmosfera shpirtërore veçanërisht e këtij muaji për të gjithë ne, jo vetëm ata të cilët kalojnë kriza dhe probleme shtetit mendor. Për gjitha këto do të na flasi doktori dhe mjeku i nderuar Gentian Aslani. I nderuar, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Doktor Genti është mjek psikiatër në Qendrën Spitalore në Tereza, është pedagog gjithashtu në Universitetin Mjekësor të Tiranës. Dhe unë do doja që fillimisht na diçka personale me Gentin. Ju jeni mjek, shumë i përkushtuar me po themi me të reja të fundit të mjekësisë në raport me shëndetin mendor kryesisht, po gjithashtu jeni dhe besimtar prej shumë vitesh. Si keni arritur të bashkoni këto të dyja midis asaj që mund të konsiderohet dogmë, që kështu besohet, dhe ulumtimit po themi shkencor dhe mjekësor veçanërisht? Në fakt unë falenderoj për pyetjen. Gjithmonë është një pyetje që shpeshherë na i bëjnë dhe studentët dhe na pyesin si ka mundësi që ndërlidhet pjesa fetare me pjesën shkencore. Shëndeti mendor është ndoshta një ndër fushat më të bukura ku ti ke mundësi më shumti të njihesh me Zotin. Kjo është një ndër fushat më konkrete ku ti ke mundësi të kuptosh se sa e rëndësishme është që të lidhesh me Zotin, dhe është një ndër fushat ku ti nëse hulumton edhe përfshihesh, sigurisht ke mundësi të shpjegosh edhe le të themi të evidentosh, sepse ato janë të ardhura në këtë dynja, të gjithë mrekullitë e Zotit. Kështu që për mua, nga dita që jam i kthyer dhe i konvertuar në fe, ka qenë një mirësi e madhe për të patur mundësinë edhe për ta njohur më mirë anën njerëzore, natyrën e njeriut, dhe sigurisht për të patur mundësi për të ndihmuar sadopak në bazë edhe të diagnozave dhe patologjive që ata kanë. Pra ka shumë mrekulli, po themi, në trurin e njeriut, në aftësinë e tij për të menduar, për të ndjerë, për të shprehur. Pra, edhe po themi si strukturë ka mrekulli, po ju po thoni që edhe pasaj si rrugtim me takimet e njerëzve, me përjetimet, edhe aty ka shumë mrekulli. Çfarë mund thoni për këtë dytën ndoshta më tepër? Loja më e vështirë që ka një individ në jetë është loja e mendimit. Do të thënë, nëse neve kemi një dhimbje fizike diku, ne kemi thjesht për të thënë që na dhëm këtu ose na dhëm atje, edhe kemi thjesht për ta evidentuar, sigurisht nëpërmjet një sër hulumtimesh. Kurse në fushën e shëndetit mendor, ti komunikon, eksploron edhe mjekon ato që vjen për shkak të mendimit. Kështu që të jesh ekspert në këtë fushë, duhet të njohësh mirë mendimin, të njohësh mirë të gjithë analizën që i bëhet mendimit, dhe sigurisht të njohësh mirë edhe Zotin, sepse çdo njeri interpreton një mendim apo një situatë caktuar në bazë edhe të përjetimeve personale, në bazë edhe të konceptimeve personale, dhe në bazë sigurisht në shumicën e rasteve edhe të mënyrës se si ai ka raportin e lidhjes tim me Krijuesin, si një mënyrë shumë e mirë për të shkarkuar apo për të ndjerë mirë, për të pasur një relaksim nga problemet e përditshmërisë që dikush mund të shfaqë. Kjo besoj e bën edhe më dinamike, bën edhe më interesante edhe punën tuaj, se kupton se askush nuk është i barabartë ose i njëjtë pra asnjëri nuk është i duplikuar në përmendje. Pra çdo kush është qenë me vete dhe me çdo kënd do të merresh si diçka specifike të veçuar. Absolutisht, jo vetëm kjo që thoni ju, por kjo është edhe një çelë suksesi në diagnozë dhe në vendosjen e terapisë. Shpeshherë ne flasim me pacientët dhe ju themi që një terapi nuk mund të ketë njëjtin efekt tek ju dhe te dikush tjetër, sepse është shumë personale dhe për shumë arsye, për shumë faktorë, mënyra se si ne reagojmë ndaj një terapie të caktuar. Kjo na bën edhe më të lehtë edhe komunikimi me njerëzit, sepse jo vetëm besimtarët që janë musliman, po edhe besimtarët që janë në besime të tjera, në momentin që vinë dhe kanë një person përpara që ja kupton konceptin që ata kanë për Zotin, sigurisht i bën më thjesht për të folur, edhe bën më thjesht për të besuar më vonë të gjithë atë, po themi, proces që do të lindi dhe atë marrëdhënie që do të lindi midis doktorit dhe pacientit. Ndërkohë, problemet e shëndetit mendor janë probleme jo vetëm të shoqërisë shqiptare, por se kryesisht po themi të civilizimit ku jemi, të periudhës ku ndodhemi
mënyrë globale, mund të themi. Po veçanërisht Shqipëria ka kaluar edhe situata siç ka qenë në vitet e 70-ta, siç ka qenë eksodi vitet 90, dhe shumë situata tjera të vështira, çka mendoj se ndoshta përkeqësojnë po themi nivelin e shëndetit mendor. Cilat janë disa nga faktorët që e dëmtojnë këtë mrekulli të Zotit që është shëndeti mendor? Faktorët janë të shumt. Ajo që në fakt mua ka bërë shumë përshtypje në gjithë punën time klinike, ka bërë shumë përshtypje mënyra se si është rrënjosur te një pjesë e mirë e popullatës koncepti i mungesës besimit. Domethënë ne kemi një brez të prindërve tanë, kemi një brez të gjyshërve tanë, të cilët kanë një konceptim jo të mirë në raport me besimin në Zot. Lindën dhe u ritën komunizëm. Lindën dhe u ritën komunizëm dhe kjo gjë është trashëguar në një mënyrë deri diku dhe detyruese për brezin e ri që sigurisht mendon tërësisht ndryshe. Të gjitha episodet e vështira që ka kaluar vendi jon, siç ato që ju përmendëm si pjesa e periudhës komuniste, problematikat madhore që kanë të bëjnë me Covidin, ku deshje të mbyllej një pjesë e mirë e vendit në një kohë të konsiderueshme, të gjitha ndikojnë. Në shëndetin mendor na ndikon shumë përditshmëria jonë, mënyra se si stresorët e jetës, faktorët e ndryshëm që i përkasin që nga përditshmëria dhe deri te faktorët madhor që prekin gjithë shoqërinë. Dhe shoqëria shqiptare nuk mund të jetë imune përpara gjithë këtyre problemeve, përkundrazi, në momente të caktuara ka treguar dhe ka shfaqur problematika të theksuara, të cilat kanë ardhur pikërisht për shkak të këtyre elementeve që do thotë një mungesë e përballimit ashtu siç duhet të një problematike apo të një situate të vështirë që mund të gjenden njerëzit përpara. Po ndërkohë siç thash, problemet e ankthit, e depresionit, shpesh janë edhe sëmundje të po themi të periudhës moderne specifikisht. Dhe këtë e gjejmë si sëmundje edhe tek vendet me mirëqenie shumë të lartë, po themi ekonomike, të cilat për ironi kanë nivel të lartë dhe të problemet të shëndetit mendor. Është menduar deri vonë se janë hallet, është po themi varfëria ajo e cila e çon njeriu në çrregullime të shëndetit mendor. Po ndërkohë të lartë e gjejmë dhe tek vendet me nivel të lartë ekonomik. Cila është lidhja mes vështirësisë, mes hallit, mes sprovës apo dhe mes rehatisë dhe shëndetit mendor? Është e vërtet, shpeshherë ne themi që ku ka varfëri, sigurisht ka dhe shans më të madh për të patur problematika të shëndetit mendor, përfshi këtu dhe ankthi dhe depresionin. Por në fakt, tek kategoritë të cilat janë kategori që kanë një mirëqenie të mirë ekonomike, kanë të ardhurat të mira, kanë çdo gjë në jetë, çfarë ju duhet edhe ju nevojitet, është vënë një dukuri tjetër. Dukuria që është vënë është që aty nuk ka stimul, nuk ka një motiv të qëndrueshëm për të ecur përpara. Njeriu ka nevojë që të ketë një motiv arsye madhore për të ecur përpara, për të luftuar, për të arritur, për të ndjerë kënaqësinë e kësaj lodhje, këtij rrugtimi derisa arrin në pikën finale. Ndërkohë që nëse ti ke gjitha gjërat gati, sigurisht që kjo të bën shumë pak imun ndaj edhe qoftë një personi që të del aty në rrugë edhe të bërtet në trafik. Domethënë ti je një person i papërgatitur për një sër problematikash që mund të kesh. Së dyti ndikon shumë edhe mënyra e rritjes në familje. Domethënë në familje të tilla ku çdo gjë është dhe nuk ka asgjë që mungon, rritet një brez i cili është më i paaft për të përballur me vështirësi të ndryshme që mund të kenë në jetë. Dhe ne shpeshherë në bisedat që kemi me prindrit në vitet e fundit kemi një tendencë të prindërve për të realizuar çdo dëshirë të fëmijëve, për të plotësuar gjithçka, për të munduar vetë maksimalisht dhe për të pasur çdo gjë gati fëmia, i themi dhe i sugjerojmë të kundërtën, sepse kjo gjë do të çojë në një fëmijë i cili nesër do të ketë shansin për të patur problematika të shëndetit mendor dhe për të vuajtur nga minimalisht çrregullimet e ankthit apo çrregullimet e depresionit. Gjithashtu për probleme kryesore është edhe çështja jo vetëm e humbjes së optimizmit ose e një gjendje ankthi, por se njeriu shpesh nuk di dhe ku të gjejë burimin e pozitivitetit, e optimizmit. Shpesh besimi, qielli, Zoti është një burim i pashtershëm energjie. Si ndikojnë konceptet ose përjetimet e të besuarit tek mirëqenia e shëndetit mendor në përgjithësi dhe në mënyrë specifike tek personat të cilët po themi kanë probleme konkrete. Unë do ta shpjegoj me një shembull shumë të thjeshtë. Çdo njeri në fund të ditës së vet ka një ngarkesë psikologjike të caktuar për shkak të ditës
diku një ditë më shumë dhe një ditë më pak, dhe çdo njeri ka nevojë që të tokëzohet në gjuhën e thjeshtë popullore, ka nevojë që të ketë një prizë diku që të ketë mundësi të shkarkojë gjithë atë stresin e përditshmërisë. Shumë njerëz këtë tokëzim e gjejnë në palestër, dikush e gjen në një shëtitje, dikush e gjen tek njeriu i afërt i jetës që mund të komunikojë, dikush e gjen te shoku, te miku, po ka një kategori shumë të qëndrueshme, shumë të madhe, të që këtë lloj tokëzimi e gjen ke besimi, e gjen tek feja, e gjen tek marrëdhënia dhe raporti personal që krijon me besimin, e gjen tek ata njerëz të cilët ndanë të njëjtat interesa dhe kanë të njëjtën konceptim fetar mbi Zotin apo mbi krijimin. Dhe sigurisht ne si mjek kur dikush na shpreh për një situatë të tillë, fjalën e parë që i themi ti bëj atë që ti ndihesh më mirë. Nëse kjo për ty është një rrugë që ti ndihesh mirë, kjo duhet stimuluar. Kjo duhet të suportohet sepse është diçka që individin e mbron nga një sër ekspozimesh të problematikave të shëndetit mendor. Ndërkohë, agjërimi është gjithashtu një terapi jashtëzakonshme, po themi për gjithë trupin, po veçanërisht për mrekullinë e shëndetit mendor. Si ndikon specifikisht agjërimi, pra një agjëruar çfarë përfiton, çfarë benefitesh ka nga agjërimi i tij? Mrekullitë e agjërimit janë të pafundme dhe mjafton që të shohim sot si shembull që kemi një numër të madh qytetarësh të cilët agjërojnë ndërkohë që nuk janë besimtar musliman. Dhe këtë lloj mirësie, këtë lloj kënaqësie e ndjejnë shumë persona të cilët edhe pse nuk janë pjesë e besimit janë përfshirë në këtë mrekulli të madhe. Pra është e ndjeshme, është e dukshme, është aq e madhe sa mjafton dikush ta agjërojë 2-3 ditë dhe kupton ndryshimin. Mjafton t'ju them që shumë kolegë tanë të cilët nuk janë besimtar agjërojnë gjithë muajin vetëm për të ndjerë këtë kënaqësi dhe për ta sfiduar veten e tyre në këtë lloj mirësie të madhe që vjen. Unë do t'ju them dy raste që janë për mua dy elementë shumë të rëndësishëm të agjërimit dhe që dua t'i veçoj nga gjithë mirësitë e tjera. Së pari dua t'ju them që në periudhën e agjërimit njeriu ka një ulje të aktivitetit, qoftë aktivitetit kardiak, qoftë aktivitetit shëndetit mendor, e thënë në gjuhën e thjeshtë popullore, nuk ka nerva për të bërë debat me dikë, nuk ka dëshirë për t'u agravuar diku, për të kthyer një përgjigje. Dhe këtë lloj mirësie të madhe ti nuk e gjen asnjë moment tjetër me njerëzit. Pra tendencën që kemi për t'u përgjigjur një situate apo për të qenë në dinamizëm të plot në Ramazan nuk e kemi. Dhe kjo lloj ulje e kapacitetit qoftë në nivel fiziologjik, qoftë në nivel fizik, është një mirësi që sigurisht bën që njerëzit të kenë një lloj qetësie të përgjithshme dhe sigurisht shikojnë ndihmon pastaj në shëndetin e tyre mendor. Dhe së dyti, mjafton t'ju them që sot ka një evolucion shumë të madh të botë në regjimet ushqimore që i jepen pacientëve dhe individëve, qoftë në nivel të pacientëve që janë obez, qoftë personave që kërkohet të jepet një boost imunitetit të tyre. Edhe një ndër teknikat më të mira që sot aplikohet është teknika e fasting, ku individi qëndron për 16 orë pa ushqyer me qëllim që të ushqehet në një interval që është 4 deri në 8 orë në varësi të terapisë që jepet. Tani kjo gjë që na jepet në formën e një regjimi mjekësor për të ndjerë më mirë dhe për të rritur imunitetin ton, në fen tonë kemi pa asnjë lloj detyrimi, pa asnjë lloj, do të them detyrimi mjekësor, por e kemi si një mirësi të madhe që gjithsecili aplikon dhe është një ndihmës shumë e madhe që i bëhet trupit, qoftë në rritjen e imunitetit, po qoftë edhe në luftën ndaj gjithë qelizave të mundshme, të cilat janë deri diku të rrezikshme për organizmin ton dhe që sigurisht në Ramazan është një mundësi e madhe për gjithë. Ndërkohë, ajo që dëgjojmë shpesh është ankthi tek të rinjt. Së paku ndoshta ka qenë pa identifikuar, po në fëmijërinë time, në adoleshencën time, këtë term nuk e kishim dëgjuar më herët. Nuk e kuptonim se si një prej shokëve tan mund të vuante nga ankthi. Sot e gjejmë gjithnjë më të përhapur. Çfarë është, po themi, në thonjza kjo epidemi e ankthit tek të rinjt, të cilët janë mosha që më së tepërin duhet të ketë gjallëri dhe jo mbyllje, jo ankth. Ankthi si koncept është fiziologjik tek njeriu. Domethënë nëse ne nuk kemi ankth ndaj një situate të papritur ose të panjohur për ne, do të thotë që ne nuk kemi mirë. Por në momenti që ankthi na posedon dhe na bën që të kemi frikë, mbylljen vetvete, distancim nga një situate të caktuar, atëherë është kthyer në patologjik.
Ankthi tek të rinjtë është shumë e vërtet. Sot ti shikon 13 apo 14 vjeçar, të cilët akoma nuk e kanë nisur jetën, që fjalën e parë të thonë jam në ankth, fjalën e dytë të thonë janë në depresion. Ndërkohë që as nuk e din çfarë është ankthi, as nuk e din çfarë është depresioni. Unë mendoj që ka shumë arsye, edhe një ndër arsyet kryesore mendoj realisht ka të bëjë me përdorimin e rrjeteve sociale. Pra ne kemi sot një boom të madh informativ që të rinjt sot e marrin nga rrjetet sociale dhe nuk lexojnë. Edhe kjo tendencë për ta marrë në këtë mënyrë sigurisht i bën më jo imun përpara një momenti të vështirë që mund të përballen në jetën reale jashtë sferës të telefonit apo të rrjeteve sociale. Së dyti mendoj që një arsye shumë e fortë janë fatkeqësisht substancat. Sot substancat në moshat e reja janë shumë të përhapura dhe e gjejmë si momente dhe për të bërë thirrje për të patur kujdes çdo familje që ka një problematikë të tillë, sepse ajo përdorimi i substancës automatikisht na çon në çrregullime të ankthit apo në çrregullime depresive. Dhe së treti mendoj që një element shumë i rëndësishëm është familja. Edhe së fundit do doja të ndalesha sepse në një familje ku rritet në mënyrë të shëndosh, ku edukimi është gjithmonë shumë i madh, ku tendenca që ta përgatisësh fëmijën tënd për çdo lloj problemi që mund të ketë nesër në jetë, të jetë i prekshëm, e bën që fëmia të jetë imun dhe mos të ketë probleme të tilla. Kur ti fëmijën e mban të distancuar nga çdo lloj gjëje që mund t'i ndodhi në jetë, kur ti fëmijën tenton që t'ia plotësosh gjithçka dhe kur ti nuk e komunikim mbi të gjitha me fëmijën, atëherë kjo bën që të ketë më shumë prirje për të patur çrregullime ankthi. Pastaj faktorë lokal janë bullyzimi nëpër shkolla, ekspozimi me njerëz të cilët janë problematik në shoqëri, etj, janë sigurisht pastaj shumë arsye të tjera dhe faktorë të tjerë, po unë këto të tre do doja t'i veçoja nga të tjerët. Dhe vut theksin te familja dhe për fakt po themi të keq familjen po e kërkojnë gjithë po themi institucionet shoqërore, po e kërkon biznesi sepse nuk ka krah pune për shkak se nuk ka familje të shëndetshme. Familja e deformuar me divorce shpesh ha probleme me gjykatat. Familja me probleme gjithashtu ka probleme me fëmijët që duhet të ketë pastaj psikolog pafund. Mirë po kuptohet që vlerat e familjes janë ekskluzivisht vlera po themi qiellore, sepse të ruash besnikërinë në marrëdhënie, të kujdesesh për një bar për 9 muaj dhe pastaj për një jetë për të kujdesur për të, duhet një suport po themi qiellor. Familjet po themi të cilët kanë këto konceptet fetare, kanë besimin në Zot. Sa më të shëndetshme bëhen dhe gjithashtu jo vetëm raport me njëri tjetrin, po edhe në raport me shëndetin mendor. Pra, shpesh ne shkojmë tek mjeku për të kërkuar një ilaç kur na ndodhin problemet, për të kërkuar një kurë kur na ndodhin problemet. Por sa e rëndësishme është që ta ushqejmë familjen me vlerat e qiellit, me vlerat e besimit, që të mos mbrim në situata ku na duhet pastaj një recetë apo një kurë konkrete. Në fakt sigurisht që është shumë e rëndësishme që të jetë një familje e ushqyer me besim, sepse një familje e ushqyer me besim është automatikisht një familje që ka frikë Zotin, është një familje e cila nuk bën keq, e në rast se pa dashje diku gabon, di dhe ku të kërkoj falje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme si model, si sjellje në raport me atë familje apo me ata që i rrethojnë ata si familje. Unë gjithmonë jam le ta quaj veten partizan i rrugës mesme. Dhe kur do herë që bien në kontakt me individ që cilët kërkojnë një këshill, i jap gjithmonë këshillin e rrugës mesme. Këshilla e rrugës mesme do të thotë pa diskutim me besim dhe nuk diskutohet që rruga e besimit është rruga e dur për çdo lloj problematike që njeriu mund të haset në jetë, por duke ruajtur atë vijën e mesme, duke mos patur tendencën as për të patur një preokupim maksimal të angazhimit të dikujt qoftë në besim, qoftë jashtë besimit, por duke ruajtur vijën e mesme, që ti të besosh, të punosh fort, të ndërtosh familjen, të bësh mirë në shoqëri, por duke qenë i involvuar në shoqëri, sepse shpeshherë na ka ndodhur së fundmi për shembull kemi dhe raste të atyre individëve të cilët në një farë mënyre edhe besimin e shikojnë si një sfidë të vetme në jetë. Po shohim ndoshta edhe si streh për të mbyllur ato problemet e veta dhe duke i dhënë thjesht përgjigjen që kështu ka caktuar Zoti. Shmangen nga shumë gjëra të tjera, të cilat në fakt ajo është sfida e vërtetë. Sfida e vërtetë është që ti të ndërtosh jetën tënde në këtë realitet, në këtë ambient, mos i shmangesh përgjegjësive të tua dhe të luftosh në këtë lloj drejtimi ku ti je. Kështu që sigurisht për mua personalisht efekti i besimit si model në ndërtimin e jetës për të rinj dhe për prindrit tan, për gjyshrit tan, për familjet tona nuk ka diskutim që është model i dur. Ndërkohë vetmia është po themi
rruga e sigurt drejt problemit të shtetit mendor. Pra dikush i cili ka një jetë të mbyllur në vetvete, ku nuk ka ndoshta një mik, nuk ka një shok, nuk ka një të afër me cilin mund të ndajë një shqetësim apo dhe një gëzim, duket se rrezikohet shumë nga shteti mendor. Dhe dihet, po themi, fakti që shumë po themi familje dhe individ nga periferit ju dashur që të vinë jetojnë në zonat urbane, veçanërisht në Tiranë, Durrës dhe qytetet më të mëdha, ku aty nuk kanë asnjë familjar, nuk kanë asnjë të afërt, asnjë shok, asnjë mik. Shpesh institucionet e kultit e kanë luajtur këtë rol të shoqërizimit të individëve. Pasi duke qenë pjesë e një xhamie apo dhe një kishe apo dhe një objekti tjetër, aty takojnë disa njerëz me të cilët ndajnë të njëjtin botë kuptim mbi jetën dhe mbi vlerat. Si do duhej që të kthehej po themi xhamia apo kisha apo çdo institucion tjetër fetar në një alat të shoqërizimit të njerëzve dhe një alat të shëndetit mendor. Unë do ta nis përgjigjen e pyetjes tuaj duke ju thënë që kemi shumë pacient të cilët nga momenti kur lëvizin nga një zonë më pak e urbanizuar në një zonë më shumë të urbanizuar, kjo qoftë brenda Shqipërisë, qoftë jashtë Shqipërisë, përjetojnë atë që ne i themi fobi sociale. Fobi sociale është një problem i qëndësishëm ku individi bie në kontakt me grupacione të mëdha njerëzish me mundësish dhe individësh dhe sigurisht përjeton një blok emocional duke mos u përshtatur dot ashtu siç duhet në shoqëri. Roli që duhet të ketë institucionet e kultit në këtë mes që ka në fakt është shumë i madh. Është një rol jashtëzakonisht shumë pozitiv, sepse sot ne kemi, unë po e them nga të rinjt, unë punoj shumë me të rinjt dhe jam shumë afër tyre në gjithë dimensionet e punës time. Mjafton t'ju them që shumica e të rinjve sot ka një rrjet ndërlidhjesh dhe marrëdhëniesh sipas dhe besimit që kanë në institucionet e kultit të tyre që është fantastik, që orienton qoftë për aktivitetet fizike, qoftë për aktivitetet kulturale, qoftë për pjesën edukative, qoftë për pjesën e shkollës si investim direkt në edukimin e tyre profesional. Dhe kjo gjë është një ndihmë shumë e madhe, por mbi të gjitha është një model dhe një moral për t'i udhëzuar te Zoti. Dhe ky gjë prodhon një brez i cili nesër nuk do të bëj keq, mund të mos bëj dot mirë, po së paku nuk do të bëj dot keq. Është ushqyer mjaftueshëm me vlera dhe virtyte për të mos patur po themi asnjë rrezik për tyre. Absolut. Ndërkohë në shumë vende perëndimore mësim besimi është pjesë e kurrikulave, jo vetëm për të njohur atë traditë shekullore që e trashëgon çdo vend, çdo shtet, pasi në çdo shoqëri së paku shoqëri tradicionale objekti më i lartë, më i madh ka qenë xhamia ose katedralja, po e kanë implementuar këtë edhe për të po themi kultivuar disa vlera që i ofron besimi, për të treguar çdo të riu dhe të reje se Zoti e ka sjellë në jetë për një mision të madh dhe i ka dhënë potenciale të jashtëzakonshme, po themi edhe emocionale, edhe shpirtërore. A shihni të udhës që kjo dritare të jetë prezent edhe në shkollat shqiptare, pra mësim besimi si një terapi e shumë problemeve edhe të shëndetit mendor, por se edhe të sjelljeve dhe deviancave sociale. Si psikiatër, si profesionist në fushën e shëndetit mendor, mendoj që kjo është diçka pozitive, sepse nuk ka asgjë të keqe prej edukimit të moralit ndaj të rinjve. Është një fushë e rëndësishme ku ti përpiqesh t'i udhëzosh në rrugën e dur pa ndonjëherë dhe pa konceptime emërtesash direkte të fesë apo por në tërësi për besimin në Zot. Është pjesë shumë e rëndësishme sepse një shoqëri që edukohet dhe modelohet me besim është një shoqëri shumë më e mirë se sa një shoqëri e cila është lënë në rënje të lirë. Kjo është në konceptin tim si profesionist dhe mendoj që po të shikosh shoqëritë në të cilat flas shoqëritë e zhvilluara në të cilat kjo gjë është një edukatë e rëndësishme e kurrikulave të tyre, rezultatet janë shumë të mira, sepse ke patjetër që në çdo vend do kesh individ të cilët dalin nga ajo shtresëzimi i shoqërisë dhe veprojnë në mënyrë tërësisht ndryshe, pa diskutim kjo është normale, po ti ke masivitetin e mirë dhe masiviteti i mirë një ndër burimet kryesore që ka të mënyrës se si modelohet është patjetër besimi. Vetvrasja gjithashtu është një problem, ose po themi kulminacioni i problemeve të shëndetit mendor është vetvrasja e cila shpesh nuk mungon. Madje është prezente edhe tek të rinjt.
a ka diçka që duhet të bëjmë si shoqëri, a ka diçka cilën duhet të alarmohemi si shoqëri për ta parandaluar dhe për të mos patur këto drama, pasi mjafton një dramë e tillë për një qytet që i gjithi pastaj të shqetësohet dhe të trishtohet. Në fakt, fatkeqësisht në shoqërinë tonë shpeshherë vëmendja kthehet kur kthehet situata në dramë. Domethënë nëse situata nuk është në një dramë totale, nuk kthehet vëmendja. Në gjykimin tim, në momentin që kemi persona të cilët përballen me probleme madhore që i çojnë ata deri në akte të tilla suicidi, patjetër që çdo gjë mund të parandalohet më herët dhe mund të kapet shumë herët në kohë. Problematika pse është shtuar kjo së fundmi, kjo dukurie, është së pari problemet emocionale që kanë të rinj. Domethënë, ne shohim të rinj të cilët kanë luhatje emocionale në raportet që krijojnë me njëri tjetrin, të tilla saqë kjo i bën që të kenë këtë lloj qasje ndaj për t'i dhënë fund jetës, gjë që është një ndër aktet më të gabuara që një njeri mund të bëjë. Së dyti kemi probleme të mëdha që kanë me familjet, kemi familje në të cilat fokusi që u jepet, vëmendja që i jepet, mënyra se sa u dëgjohet zëri është thuajse e ulët dhe sigurisht kjo i bën që të ketë qasje të tillë ndaj vetes. Dhe së treti kemi probleme shumë të theksuara me substancat dhe me bullizimin. Mjafton t'ju them që ka shoqëri, ka grupe të rinj të cilët sigurisht janë të paorientuar absolut në rrugën e jetës edhe në mënyrën se si duhet i çojnë gjërat përpara. Kam hasur personalisht prindër të cilët në një akt shumë të ulët fëmijës tyre i kanë thënë bravo, jepi drejtim, je shumë mirë, ti je djalim, sigurisht i japin forcë një vepre të keqe. Cilën do ta vuajë pastaj një fëmijë, edhe pse duket sikur po e ngrohtë. Absolutisht, sepse ky fëmijë nesër do hapi një plagë sociale. Edhe atë plagë sociale i do ta hapi sigurisht do t'i kthehet dhe atij fëmijë, do t'i kthehet dhe asaj familje. Në thelb është një akt i rënd që mund të parandalohet dhe është një akt i cili po të punohet fort nga familjarët, nga shoqëria, çdo gjë mund të shkojë rrugën e dur. Mos të harrojmë që prindërimi është një ndër shkollat më të vështira që mund të ketë dikush në jetë. Nuk është e lehtë, fëmijë mund të bëjnë gjithë, po prindër është vështirë të japësh konceptin të gjithë, sepse kërkon një horizont shumë të gjerë që ti të kuptosh në çdo moment fëmijën tënd në çfarë faze është. Dhe sidomos në shoqëritë e sotshme ku ai që deri diku është më i pasuri, më i munduri, ai është gjithmonë tendencën e ka të lartë për të bullizuar atë që është më i pamunduri. Pastaj aktet që ndodhin në shoqëri janë të pafundme, ju i keni parë, shoqëria shpeshherë kthen vëmendje, janë të dhimbshme, edhe aty ne ndjejmë një ndjesi reflektimi të gjithë, po që ndonjëherë zgjat pak. Edhe prandaj këto mesazhe duhet i japim shpesh që situata të tilla mos përsëriten. Le të japim disa këshilla praktike dhe konkrete, doktor. Nëse kemi një mik, nëse kemi një të afërm i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor, çfarë do të kemi parasysh në raport me të, si mund ta ndihmojmë? E para njëherë që është kryesorja është ta drejtojmë tek një mjek. Kjo është kryesorja, kjo është. Vazhdon të jetë tabu shkuar tek mjeku psikiatër, duket sikur unë nuk kemi çmendur që të shkoj tek. Eksakt, ne kemi një stigmë ndaj mjekut psikiatër që nuk është normale. Domethënë, sikurse ti shkon në çdo mjek tjetër për të pasur një ekzaminim dhe për një problematikë që ke të shëndetit, është e njëjta gjë. Edhe shpeshherë tek ne pacientët vijnë pasi kanë kaluar në disa hallka të tjera absolutisht jo profesionale. Gjëja e parë që ndihma më e madhe që mund t'i japësh është që ta orientosh që të paraqitet tek një mjek specialist i fushës që të ketë mundësi të komunikojë. Së dyti është shumë e rëndësishme që ky pacient, ky individ të mbahet në komunikim të vazhdueshëm për t'i minimizuar atë lloj gjëje, atë problem që në atë moment në mendjen e tij është maksimizuar shumë. Edhe është dhënë një rëndësi shumë e madhe se në shumicën e rasteve duhet të jepet, edhe së treti do duhet të jetë në vëmendjen e vazhdueshme të familjes. Pra familja do duhet të kthejë vëmendjen nga ky individ në çdo rast. Në disa raste shkojmë deri aty saqë për shkak të problemeve madhore që kanë me shtetin mendor, familjet edhe i braktisin. Edhe një individ i cili është i braktisur nga familja, i cili ka një problematikë të tillë shëndeti mendor, automatikisht është një person i cili ka një tendencë për të mos qenë i suksesshëm me terapinë. Kështu që këshillën kryesore orientimit e një mjek specialist, mbajtja në kontakt të vazhdueshëm dhe sigurisht ndihmesa pastaj nga shoqëria, raportet me besimin, nuk diskutohet gjitha që janë pozitive dhe e bëjnë këtë njerëz të reflektojë.
por një person i cili është i angazhuar në shoqëri, që nuk braktiset as nga familja as nga shoqëria dhe që merr ndihmën e duhur nga specialistë e shëndetit mendor, nuk ka diskutim që shërohet, shkon shumë mirë çdo gjë, edhe është një person që i kthehet shoqërisë në mënyrë krejtësisht normale. Persona të cilët mjekohen, po themi kanë mjekime permanente për problemet e shëndetit mendor, a duhet ta agjërojnë, a ju bën problem po themi agjërimi i tyre, duke qenë se për një kohë nuk do duhet që ti marrë medikamentet? A mund të kompensojnë pjesën e syfyrit dhe iftarit? Kjo varet nga patologjia që kanë. Në disa patologji mund të rregullohet çështja e marrjes së terapisë, se mund të rregullohet midis iftarit dhe syfyrit, ndërkohë që në disa terapi të tjera është e pamundur në disa patologji të tjera është e pamundur që të agjërojnë për shkak të kohës së marrjes së ilaçeve, sepse ne kemi disa specifika ku do duhet që një ilaç i caktuar të mbulojë një kohëzgjatje kohore të caktuar të ditës, gjë që pamundson që ky person të agjërojë, sepse do duhet patjetër ta marrë në orarin e duhur. Por në një pjesë të mirë të rasteve, pasi kanë kontakte me mjekun, sigurisht që rregullojnë pjesën e terapisë, duke përshtatur se në shumicën e rasteve terapitë janë 2 herë në ditë, kështu që është e mundur të rregullohen. Po dhe ata të cilët e kanë të pamundur janë të justifikuar fetarisht dhe nuk kanë pse ndihen po themi absolutisht të mangët në këtë adorim. Doktor, unë falenderoj shumë për këto këshilla, për këto orientime, për punën tuaj veçanërisht që bëni, pasi shpesh ju jeni heronjt e shoqërisë, sepse jeni një derë për ata të cilët ndoshta askush nuk guxon ti ndihmoj, ti prek, sepse i konsiderojnë njerëz të cilët për të cilëve mund të ketë rrezikshmëri dhe kështu që unë falenderoj dhe ju uroj suksese. Faleminderit edhe një. Faleminderit juve për ftesën, e vlerësoj shumë dhe shpresoj të kemi dhënë këshillat e duhura. Ndërsa miq, këto ishin minutat me doktor Gentianin ku treguam se vërtet besimi, feja është një terapi e vazhdueshme për të gjithë. Pra ata të cilët kanë probleme të shtetit mendor, po për gjithë shoqërinë, pasi gjithë shoqëria ka nevojë për emocione pozitive, për suport dhe për mirëqenie. Gjithashtu folëm se agjërimi është një terapi shumë e mirë. Folëm gjithashtu dhe për vlera si familja, si mësim besimi, të cilat duhet t'ju kushtojmë një rëndësi dhe një hapësirë të veçantë, pasi do të na bëjë shoqërinë më të shëndetshme. Falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish së bashku nesër me një tjetër të ftuar, deri atëherë kalofshi sa mirë.